Nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju jap aftësinë e të gjykuarit drejt. Një zemër e pastër është si një pasqyrë e pastër e cila pasqyron realitetin. Të qenit pranë Zotit dhe lutjet me përgjërim janë të dyja burime frymëzimi. O Zot, na udhëzo në udhën e mbar. Zoti është burimi më i madh i frymëzimit. Lutja është rruga drejt frymëzimit, kurse besimi është motivuesi i tij. Qetësia shpirtërore është ajo gjendje e përshtatshme për frymëzim. Frymëzimi është një gjendje angjëllore. Atë mund ta shkaktojë meditimi në vetmi dhe përgatitja e mëparshme e vetes për të rrokur vërshimin hyjnor. Prandaj dhe nuk është për t'u habitur që pritja e namazit nga namazi tjetër është një akt që të fshin gjunahet dhe të ngre gradët.